Muaji Ramazanit, siç dihet, është një nga muajt hënor. Veçanta këtij muaji nuk është se është me 29 apo me 30 ditë, po është se çfarë angazhimesh ka një besimtar musliman gjatë këtij muaji. Faktikisht agjërimi Përpoqja të bëja një përmbledhje për angazhimet, nuk e di sa e saktë ishte shumë e saktë, saqë nuk di se çfarë them më shumë se kaq. Por ç'është e vërteta, rituali i agjërimit nuk është se është vetëm tek muslimanët, është një ritual shumë i hershëm, i obliguar për të gjitha fetë hyjnore, por për te agjerimit apo asaj pjesë që është duket pjesës rituale, që tashmë e din të gjithë që njeriu distancohet nga ushqimi, nga pija, nga disa dëshira, nga agimi deri në perëndim, më e rëndësishme është përjetimi shpirtëror i këtij agjerimi, përjetimi, rivendosja e ekuilibrave në mes trupit njeriu, në mes shpirtit dhe mendjes. Është një periudhë shumë e mirë që njeriu reflekton për arritjet e tij, për ecurinë e tij, çfarë ka bërë mirë, çfarë ka bërë keq. Po ashtu njeriu saç kthehet tek vetja, dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse në Ramazan, në agjerim të gjithë e dinë që është një kthim i detyrueshëm drejt vetes. Ajo situata e agjerimit do apo nuk do të shkput pak nga angazhimi dhe zhurma e përditshme e jetës, por nga ana tjetër është një kthim për të kontribuar në shoqëri. Nuk është një kthim në egoizëm, nuk është një kthim që vetëm mund të, si themi, të qaj hallet e mia dhe s'dua t'ia di për tjerët, por nëse ke reflektuar siç duhet Ramazan, këtë ti do ta kthesh në të mirë në shoqëri. Prandaj po të shikoni, çdo agjërues mundohet të bëjë mirë në këtë muaj, paktën më shumë se sa gjithë muajt tjerë. Është më social, është më i ndjeshëm, është më bamirës, edhe duhet ta shoqëroj agjerimin e tij, sidomos në fund të muajit, me atë që ne quajmë sadaka fitri, që do thotë lëmosha, përpara se të vijë festa e Bajramit. Pra kemi të bëjmë me një rivendosje ekuilibrash, mendoj unë, në mes vetë njeriut, me veten e tij, mes njeriut dhe krijuesit, mes njeriut, familjes dhe shoqërisë,